A ishin ilirët një federat fisesh të pavarura sipas jush, apo një strukturë ndoshta më organizuar shtetërore se sa mendohet sot? Atëherë, të flasësh për ilirët, duhet jo një emision, por duhet një vit i tërë kalendarik, sepse ilirët janë jo vetëm ato që ne mendojmë në vendin tonë, në trojet shqiptare të sotme, jo vetëm ato të Bregdetit perëndimor të Ballkanit të sotëm që ishte në atë kohë quhej Gadishulli Ilirik, por ilirët ne kemi të përhapur pothuajse në gjithë kontinentin evropian. Ato ishin pasi ditë që ishin trashëgimtarët direkt të pellazgëve, të atij populli që e quajnë mitik, por në fakt ishte një popull realisht që ka jetuar, dhe duke qenë trashëgimtarë direkt të pellazgëve, ato banonin pjesën pothuajse të gjithë Evropës jugore mesdhetare dhe kishin zgjerimin e tyre sigurisht në Itali, në gjithë Gadishullin Ilirik, deri sipër në Austri, në Zvicër, në Grigjoni, në Moravia, në Zlezia, në Alto Adige, në gjitha zonat ku jetonin ato. Asa në zonën e Austrisë kemi një lokalitet të vogël malor që quhet Holstadt, është një lokalitet shumë i bukur edhe sot, shumë turistik. Në atë qytet të vogël është edhe një muze që ka një pasuri arkivore brenda dhe arkeologjike prej 7.000 viteve deri në ditët e sotme. Dhe aty gjendet gjithë gjeneza e gjithë gjeneza e ilirëve të Lashtisë, sepse aty është dokumentuar që në shekullin e 12 para Krishtit, pra bëhet fjalë për 3200 vjet përpara, ilirët ishin të parë që hynë në epokën e hekurit, sepse deri në atë kohë ishte periudha e bronzit, siç e dimë. Dhe duke kaluar në periudhën e hekurit, ilirët i dhanë një hovë mbase 1000 vjeçar gjithë kontinentit tonë, gjithë evropianëve të antikitetit. Dhe kjo është një meritë e tyre pa diskutueshme, bile në atë qytet janë dhe minjerat e kripës, pasi dim që kripa në atë kohë që përlloi në det për të arritur deri në mbretësi të kontinentit evropian, për të arritur deri në Gjermani apo në Austri apo më tej, donte një shpenzim shumë të madh për arsye se transportin atë kohë e dim që bëjnë nëpër male përmes kafshëve, përmes gjithë problematikave të kohës, dhe kripa ishte shumë e shtrenjtë, kripa detit, dhe prandaj ato patën genialitetin e tyre që të bëjnë për herë të parë minjer e kripës në Europë. Dhe këto minjera dhe sot gjenden akoma në punë, është shumë e bukur në këtë qytet që quhet Holstadt në Austrinë e Alpeve austriake. Dhe nëse i referohemi, vazhdojmë të flasim për ilirët, ne duhet të sjellim në kujtesën tonë dhe atë përplasjen e madhe mes titanëve që ndodhi në luftën e Trojës. Sipas shumë historianëve të sotëm, arkeologëve, historianëve, kërkuesve të sotëm, po vetë dyshim nëse ajo Troja e vjetër gjendej me të vërtet në Turqinë e vogël, pra në Azi, në pjesën e Anadollit, apo gjendej Gjetiu. Asa Felice Vinçi ka dërguar atë gjendjen e Trojës Lashtisë deri në zonat e Skandinavisë. Prandaj është legjitime që ka shumë historian dhe arkeologë të sotëm, të cilët po e atestojnë në një zonë diku mes Adriatikut dhe Jonit, që nuk është i çuditshme që të jetë dhe diku midis Shkodrës dhe Lezhës, apo njëra nga këto dy qytete. Me shumë gjasa edhe mund të jetë, për arsye se vetë shpjegimi i Homerit tek libri i tij Iliada dhe nga emri i vet librit, ne kuptojmë që aty është një më tepër se një luftë romantike midis personazheve të krijuara në shekullin e 3 mbas Krishtit, në kohën e Homerit, kur tregon Homeri në shekullin e 8 para Krishtit, aty me shumë mundësi kemi pasur personazhe të tjerë, popuj të tjerë që luftonin mes tyre, grupime fise, të cilët ishin në rivalitet për të pasur supremacinë e përgjithshme. Dim që në shekullin e 12 para Krishtit, Gadishulli Ilirik ishte i gjithë i nën urdhërat e mbretit më të fuqishëm që kanë pasur ilirët në atë periudhë, që ishte mbreti Ylli. Dhe vetë kjo përplasje për hegemoni mes fiseve të ndryshme që Ylli kishte mbajtur nën zotërim, mbas vdekjes së tij, trashëgimtarët e tij nuk arritën ta mbanin më mbretërinë e madhe ilire
Dhe kjo përplasje titanike midis fisëve lire në shekullin e 12 para Krishtit duhet të kenë sjellur dhe ndarjen midis tre komponentëve të njëjtit popull që u nda në tre mbretëri. Ajo ilire, përfshirë dhe Dardanët që ishin zanafilla e mbretërisë ilire në atë kohë, dhe dy mbretëri tjera poshtu pellazgjike të njëjtit gjak me ilirët që ishin ato Maqedone dhe ajo Epirote. Vetë emri Iliadës, nëse ne arrim që të bëjmë atë ndarjen midis rrokjeve të fjalës së ndërtuar, nga vetë mesazhi që na përçonte Homeri në atë kohë, emri vetë ishte Iliada. Pra vetë mbretëria e yllit që nuk arriti të qëndronte e bashkuar siç ishte në kohën e tij, trashëgimtarët nuk arritën ta mbajnë të bashkuar dhe Iliada. Pra vetë fjala, po ta përkthejmë me gjetnishtën e sotme që ishte në atë kohë gjuhë e gjenezës, pasi në shqipja dim që jo vetëm që ishte në atë kohë flitej mbas të gjithë toponimive që mbase do i kalojmë në mënyrë të shpejtë pastaj, por kemi dhe shkrimet ilire, për cilat flitet shumë pak, të cilat dhe ato do i diskutojmë më tej. Por vetë emri Iliadës është Iliada, pra ylli është ndar, mbretëria e yllit është ndar, u përqa dhe për çështje rivaliteti u ndërtuan tre mbretëri. Unë po atë fundit kam qenë në Katar, në Doha, në kërkim të një letre që me shumë gjas i atribohet Aleksandrit të Madh të Maqedonisë, një mbretit të Maqedonisë, një shqiptarit antik. Mbase shqiptari më i madh, do themi antik i asaj përshëndetje. Zoti Kraj, meqense dolet këtu, sepse na dolet pikërisht në shtek, pyetja e radhës shkonte drejt këtij drejtimi, pra drejt Aleksandrit të Madh të Maqedonisë, por sa shqiptar ishte, ka shumë pretendime që ishte autokton Maqedonas, periardhje greke, flitet pak për periardhje ilire dhe shqiptare. Atëherë, Mario, unë kam përmendur dhe në një konferencë që kam pasur kohët e fundit këtu në Itali, kam dhe një krahasim shumë të vrasht, por për të kuptuar njerëzit se sa të pa drejta thohen mbi të kaluaren, pra mbi origjinën e Aleksandrit të Madh, aq sa kanë dalë në konkluzion që ai ishte grek, aq sa evropianët e sotëm janë kinez. Pra kjo është një simbologji që unë kam përdorur për të argumentuar dhe për të goditur fort në atë trillim historik që është ndërtuar shumë më vonë për ta cilësuar të figurë të madhe të antikitetit, për ta cilësuar atë si një grek. Po të themi në analizën e familjes të tij, që është përbërë nga babai i tij Filipi II dhe nga nëna e tij Mirtela, atë që e quajnë Olimbi. Olimbi e quajti për herë të parë, e quajti Filipi II, ishte një noft që i vuri